të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin në kanalin Monitor TV për të qartësuar një situatë. Egli Tako, banorja e Big Brotherit, tashmë është ish banore, një personalitet që i dhuron publikut dashuri të pakusht, që i dhuron publikut emocione të pafundme, që i dhuron publikut ngrohtësi shpirtërore. Sot e kemi pjesë të përditshmërisë, sot e kemi pjesë të jetës tonë. Të gjithë jemi duke pritur me ankth edhe me shumë mall dhe me dashuri projektet e radhës të Eglit. Presim baladën që do të sjellën në skenë, presim projektet fantastike, presim energjinë të bukur, do me thënë jemi duke pritur hap pas hapi atë se çfarë po ndodh me jetën të Egli Tako. Egli Tako çdo ditë është aktive në rrjetin e saj social Instagram, do me thënë nëse dikur e shikoni Big Brother, sot e shohim në dritaren e saj të jetës. Por çfarë presim nga Egli? Nga Egli presim që të na sjellë shumë shpejt një projekt të bukur dhe një projekt glamuros që lidhet ngushtë me këngën, që lidhet ngushtë me baladën që Egli Tako do të sjellë për të gjithë publikun shqiptar. Do me thënë, shumë shpejt Egli Tako do të na sjellë një projekt fenomenal edhe shumë fantastik. Ajo është duke punuar këtë projekt, është duke investuar me të, përflitet që do të jetë një videoklip tepër i klikueshëm, përflitet që do të jetë një videoklip tepër i ndjekur dhe i dashur për të gjithë publikun, do me thënë një videoklip profesional, aty ku Eglin do ta shohim në një dimension krejtësisht tjetër, aty ku Egli do të aktron, aty ku Egli do të jep të gjitha pjesën e saj shpirtërore dhe të gjithë kreativitetin e saj për të arritur ta sjellën te publiku të gjithë mesazhin që do ta përçon nëpërmjet këngës. Më pas kemi një Egli Tako e cila di të dhuroj shumë pozitivitet, di të dhuroj shumë energji të mirë, di të dhuroj shumë kreativitet dhe kemi këtë Egli Takon që është një vajzë që së shpejti do ta shohim edhe në ekranin e Big Brother VIP Albania 5. Këtë nuk e diskutoj fare që Egli do të ketë një rol shumë të rëndësishëm në Big Brother. Por, kur flasim për Eglin dhe kur flasim për përditshmërinë e Eglit, çfarë ka ndodhur me shëndetin e Eglit? Egli ka postuar një fotografi në Instagram që ka ngritur hamendësime, ka ngritur pikpyetje se çfarë po ndodhen me shëndetin e saj. Egli Tako është duke kaluar një virus sezonal si të gjithë të tjerët dhe ka përzgjedhur që të kujdeset për veten e saj, të jetë më nën kujdesin mjekësor. Ajo ka nxjerrur një foto dhe një emoj duke treguar që un jam me virus edhe mundohem që ta kaloj, por jeni ju ato të cilët më dhuroni dashuri dhe që më qëndroni sa më afër dhe më jepni emocione të pafundme. Të paktën këtë ka deklaruar Egli Tako me qëndrimin e saj në makinë dhe që normalisht ka ikur patjetër që mund të ketë bërë një injeksion. Egli është në gjendjen më të mirë, do ta shohim të dielën përsëri, do me thënë, në castin e radhës të emisionit Yes Day, ku Egli do të jetë më unike se kur, për këtë asgjë e diskutoj. Do ta ndjekim Eglin në përbërjen e saj, do me thënë në përditshmërinë e saj që besoj që do të na dhuron një dashuri të mrekullueshme me këngën dhe me natyrën që Egli ka, që në fakt na ka dhuruar gjithmonë dhe do të kemi shumë shpejt shansin ta ndjekim Eglin në Big Brother me një rol shumë të rëndësishëm, sepse duke njohur strategjinë se si funksionon televizioni Top Channel, Egli është personazhi më unik që do t'i duhej një kasti të tillë për opinioniste, po qoftë edhe për moderatore në fan club, që Egli do të shkëlqente fare me qëndrime në këto ambiente. Unë mendoj që Egli ka nevojë gjithmonë për dashurinë tonë, ne vazhdojmë do t'i japim Eglit dashuri, por mos u shqetësoni, kalimthe ka këtë sëmundje që është një virus normale dhe kështu që do ta shohim Eglin më pozitive se kur.